jetojnë Holland. E që këty na herë me jetu në Kosovë? Po, rrugën më të mirë e kam atje se punoj atje me menaxherin e shtore. Se di këtu që sillen rrugat. Nëse ta kisha tregu rrugës, besoj që ishe këty. Okej, atëherë mos ma tregoj rrugën se s'po kthena. Që shef jetën për këta që jetojnë në Kosovë? Pak e kanë luksin e tepërt, po mirë është. Luksin e tepërt të para kanë? Po, bedi ku bëgjejnë veç që kanë luksin e. Regona që shpo jetoni jetën në Prishtinë? O, nuk jetoj këtu, ku jetoj në Holland. Në Holland, okej, pas ka arën pushime në Prishtinë. Po, kom arë. Që shto këtë 2 vjetë shumë mirë. Qëtu kom lindë dhe jom rritë. Që shef jetën për këta që jetojnë në Kosovë? Pak e kanë luksin e tepërt, po mirë është. Luksin e tepërt të para kanë? Po, pare nuk e di, s'bedi ku bëgjejnë veç që kanë luksin një vetë. Do me thënë këta po jetojnë hala ma mirë se jo që jene atje? Po, sigurisht. Mu ma merë medja që është, se ndoshta edhe nuk është. Po veç prej qka shoh. E që këty na herë me jetu në Kosovë? Po. Nëse kishë punu qka? Nëse kishë pas një rrugë më të mirë? Rrugën më të mirë e kam atje se punoj atje me menaxherin e shtore, punoj në Rotterdam. Po, se di këtu që sillen rrugat. Sa paguhet një menaxheres, se di. Nëse ta kisha tregu rrugës, besoj që ishe këty. Okej, atëherë mos ma tregoj rrugën se s'po kthena. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ana jeni prej Prishtinës apo prej një vendi tjetër? Prej Prishtinës. Qysh po jetoni jetën në Prishtinë? Mirë, unë që të jam rritë, mirë përgjithësi këtu kom kryer shkollën, filluar atë fakultetin, punësimin që tu e kom pas, deri sa tani në penzion. Po besoj që jeni pensioner, as po thoni edhe ju. Qysh është jeta një pensioneri? Qysh i keni kushtet? Po mirë, mos me pas torna tjetër ka, sen pensionet janë drastike, janë shumë të ulta, kundrej e shala knellën, qeveria, e Ministria Punës e Mbështetjes Sociale, edhe menon edhe për këtë kategori, menon se që të bojnë pjesë edhe baba e nona i tyne, mendoj, nëse fëmija, unë së ditna, nëse s'interesohet për prindin e vetë, unë së ditna, se edhe për mua, s'ka se si të interesohet. Ai që ka ndjenja prindore, ai duhet ma nëryshe mos sjell me pensionista, me prind të vetë që i ka në pension, e jo me lonë me këtë shumë të jetë e ullët, pa përballoshme për budgetet tona familjare, kundrej qëfar çmimesh çdo artikuj, do me thonë janë bo, mos me pas edhe ndihma ape i djalit, ape i vllat, ape i dikujna tjetër, sidomos pe atyne që kemi jashtë, si na me këto me jetuaj. Apo mendon që mërgjimtarët ende janë ata të njëjtë që kanë dorëzuar? Po ata ende, po ata shumica do me thonë janë mendojnë se janë tetshëm për atë dhënë vetë, pe qefi nuk kanë shkuar atje, morë po për ekzistencë, për kushtet punës. Prandaj në të ardhmen duhet me punuan, me hap fabrika, me hap venet punës, edhe mërgjimtarët tonë kohë mas kohë këtu me ardhë me krye veprimtarinë biznesore në vendin e vetë e janë vendin e huaj. Sepse ata që vetë janë të rritun, ata nuk ka qaç pasoja sa do të ketë për fëmijën e tyne që rriten e edukohen në shtetin e huaj. Mirë po, ata duhet me punua në shtëpi me fëmijën e vetë, mos me lejuar që fëmija e tina me harrua gjuhën e vetë amtare edhe historinë kombëtare të popullit të vetë, me ditë se ka rrjedhin e çka janë. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh me tregu sa je i kënaqur me qeverinë aktuale? A ka punu mirë kryeministri këtu 4 vite mandat? Sigurisht se me qenë se edhe një mandat do ta fitoj, ka punu mirë. Mendon që edhe një mandat ka me e fitu? Mbi 50%, shumë, mbi 50%. Nëse nuk fiton kryeministri, qa ndodh me Kosovën? A mendon që parti që ka marrë pas kryeministrit ka me konë mirë për Kosovën? Po, na me nëse nuk mujmë punojmë, se do më thonë është gjithçka është siguri që me nënshkort prap populata do t'ja vazhdoj kryeministrit aktual, po me qenë se jo insistonin nëse. Atëherë nëse nuk bëhet. Nuk bëhet, po mirë keq që në këtë përgjigje ndoshta shumë të ngorë që po ja, po nuk bëhet. Nuk bëhet një gjë të tillë sepse në qoftë se
Fillojën e pak kronologjikisht me tregu atë gjasat janë të mëdha që t'na kthehet dikush që jo partitë, nuk e kam për partitë opozitare shqiptare, absolutisht, sepse gjitha janë këto shqiptare, ne kemi provuar edhe këto, po ato nuk kishin me pas gjasa teorike, as matematikore që ta formojnë vetën qeverin pa atë partinë për të cilën faktikisht e dim se sa të këqija t'ja ka sjellë Kosovës. Nuk ka problemi i opozitës shqiptare. A mendon pak kryeministri këto mbledhit që i ka pas pe Malisheve, ka fol pak fjalë jo shumë të mira, ato e pas parasysh për Devalt që tha disa fjalë jo shumë të hishme, po ashtu edhe Malishev që tha ju ende nuk keni me kalu pragun. Shqyqen e kjo me gjithat e vëshat, e para. E dyta, edhe bashkëbisedimi ynë që po e bojnë dikush do të na merr se anaj ose tha diçka të tillë. Po mundona më qenë shumë korrekt në këto që po e them. Është fushat, po kryeministri ato që ka i thot, nuk i thot me ndaj qëllim as të asaj që e përmendet jo, domethënë kompanisë, sepse ne ajo me gjithat e kompani e cila punon, për ato gjërat të cilat i punon e produkte vendore që i banë edhe ata punëtorë që janë të punuar ata mbajnë familje dhe gjitha, por se cilën mban përgjegjësinë i funit për vete, edhe unë mbaj përgjegjësinë nëse ka bërë diçka, edhe jo, edhe secili, nëse ka bërë diçka, kushdo që të jetë. Pa marrë parasysh, nuk ka përjashtime, po dhe kryeministrin se bën diçka, dhe ai nëse shkej ligjin ai do të përgjigjet. E jo mo kompaninë të cilën e përmeni ju. Ndërka sa i përket pjesës dytë shet Pragut, po ndoshta ka arsye sepse ne jemi dëshmitarë në zgjedhjet e kaluara që nuk ka mund ta kaloj. Po tash nëse i bën votat e te i kalon. E te i kalon. Jo e kalon, po e te i kalon. Tash e shohim me non shkurt edhe shikojmë se kush po e fiton këtë mandat. Sigurisht, unë mendoj që shpresojmë që është më e mira për Kosovën. Unë shumë shpresoj se këto 4 vite nuk po them se nuk ka gabime, se gjithë gabojmë, ne jemi njerëz, edhe qeveria. Kryeministri ka pas 2 vite pandemi kur ka qenë edhe mendoj që duhet me fituar edhe një mandat për me i bajt gjitha premtimet. Unë besoj që jo vetëm ato premtimet të cilat i ka dhënë, po edhe këto tjera tash nëse i lexojmë ose nëse i analizojmë me gjaktësi. Edhe i shohim, gjitha ato janë të realizueshme dhe mund të realizohen. Dhe gjitha do të jenë në të mirën e qytetarëve, jo të një subjekti, se ne jemi mësuar deri tash nëse fiton partia ime, i kam benefitet e mia, unë do të më rri, ku jam unë, ku do të pozicionohem unë, kështu me radhë, por nuk ka më kështu. Ai punon për qytetarin, ai nuk punon për votuesin. Punon për qytetarin dhe besoj që keni pas rast të shihni në këto 4 vite se a ka nda dikon pensionistat, a janë të këtij subjektit aty, a ka nda fëmijëve ja u rriti pensioni. Dhe këto vitet e ardhshme do të jetë ajo 100 euro do të hyjë në ligj për çdo herë, s'ka nevojë më mendu më pensionistat a do t'i marrëm as do t'i marrëm, po do t'i marrin.